Mirë të ftohtë të nxehtë, tani është koha që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë me një të ftuar tjetër, e kësaj here nuk po e zbuloj paraprakisht pa thënë diçka, që si vend, pavarësisht nga do të që jam shëtitu në për Evropë, definitivisht të them me plot zemër që jemi njerëzit që i kushtojmë më së shumti rëndësi veshjes, pamjes fizike dhe jemi definitivisht një ndër njerëzit ose popullit që e mban veten më së miri. Pavarësisht që në vendin tonë nuk është që kemi shumë evente të modës, por ato pak që i kemi kuptohet që na bëjnë edhe zemrën mal kur i shohim pasarela të ndryshme që organizohen në vendin tonë. Kështu që me ne do tjetë Bledin Karaxha. Bledin, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Tash të sa vite? Tash e 14 vite jemi në fashion të cilën jemi duke e bë. Ku era par ka qenë radio televizioni 21, që na ka hapë edhe kemi fillu pa ndërprej. Në tonë e keni marrë të mbarën. Të mbarën e kena marrë prej radio televizioni. Çka kishte diçka ndaj dallim ose ndaj veçanti prej viteve të kalume në këtë vit? Veçantitë tash të the që veshëm më zbukri, po ju tregoj që dizajnerat tonë me tonë janë më të përfolunit në për krejt botën, për ndryshe për hot couture jena numër 1 në botë që krejt bota edhe Hollywoodi i kanë sytë të na për veshjet, ku shumë prej dizajnerave tonë të cilët janë edhe pjesëmarrës në Prishtina Fashion Night ndër vite, kanë fillu prej aty edhe sot veshin emra shumë të njohur botënor. Po përveç asaj edhe Valone Fashion Group është njëri ndër që pat sfilatën edhe gjithmonë e kemi në për VIP që shumë prej VIP-ve veshin. Këtë vetë kemi shumë shqiptarë të cilët kanë kry shkollat në Gjermani edhe në Francë, edhe ku kanë qeli ateliat e tyre në Gjermani edhe në Francë, edhe kanë qenë pjesëmarrës në Prishtina Fashion Night, ku zbashku bë models dhe i bë events ku edhe i liri, e kemi gjetë një bashkëpunim të cilin e kemi bo edhe me studentat, këtë vetë ka pas edhe shumë studenta, ku kanë qenë realisht 4 shkolla me studenta, sepse jemi një vend ku i na ka prodhojna shumë dizajner. Edhe jo dizajner vetëm me qujt dizajner, po dizajner të përsoshtur të cilë jënë të gatshëm për tregun e huaj. Unë thash edhe në fillim që kemi shumë pak eventet të tilla që organizohet në Kosovë. E thash realisht që më duket ke mbeti vetëm në këto organizimet, edhe sa është e vështirë mi a dalë? Pse kjo ngurrim do shta për me organizu evente tilla, të merë shumë kohë, shumë pare, shumë mund, apo thjesht? Ka shumë kohë edhe shumë pare. Organizator të mirë fillt, po shpresoj që ka me pas, sepse nuk jemi edhe shumë gjatë në tregun e fashionit, se jemi që 14 vite, edhe mundemi nështë me qena 50 vite, po përshpresoj që të lojmë njerëz të cilët kanë me vazhdu këtë rutin, edhe jo si unë, po edhe ma mirë se otë. Të merë shumë pare, të cilët sponsorët detve të sodit e dina shumë mirë që po hezitojnë me bo tregun e me bo marketingun në organizimet të tilla, sepse kanë dalë mundësi shumë nështë edhe më atletat që janë këto TikTokat, janë këto gjanat të cilat e kanë marrë pakës vëmendjen ma shumë se sa që e kemi prit, edhe po shohin mënyrat të tjera të organizimit, po të regoj drejtën, jemi i vetëmi organizim edhe në kohën e pandemis, asë një edicion nuk kemi ndalu. Jemi i vetëmi organizim i cili edhe kur kemi pas probleme si për publikun, si për financimin, e cilja ka qenë koha e Covidit, ne kemi gjetë jo persona, po i kemi gjetë 250 arusha, ti ullim në për karrika edhe të majmë një organizim të tillë. Për ndryshe, gjithmonë bë models dhe i bë events, që 14 vite edhe 24 edicione, gjithmonë ka gjetë alternativa të ndryshme për me majtë një organizim edhe për me qenë të suksesshëm. Bledin, më du me ndalë pak me qenë se organizimet e tilla të marrin shumë mund, shumë kohë, shumë investim, shumë buxhet, njëkohësisht edhe një ekip i madh që duhet me qenë mbrapa vetës. Po pjesa ndoshta më e rëndësishme ose ajo që duket janë modelet dhe modelët në këtë rast. Sa kena vështirë me i gjetë, me qenë se ditëve të fundit ose viteve të fundit,
Kena pak një farë vështërësie të kjo pjesa e modelizmit? Jo, nuk e besoj. Mrena kompanisë B-Model, gjithmonë keni pas hapësina edhe për modele atri, përveç modelave të cilët njihemi që punojmë afat gjatë. Kur flas afat gjatë, kemi modele dhe model të cilët punojnë që 10 vite për neve. Edhe nuk është një histori e vogël, është një histori e madhe për ata, edhe ku edhe para një jave që e pata edhe një organizim tjetër për një qendër tregtare, mori pjesë edhe Fatbardha Hoxha, e cila është një ndër modelet kryesore ndoshta për momentin në Kosovë, ku personalisht ndina shumë i falemnderueshëm që ekipën të cilën e kam edhe gjanat të cilat i kam afat gjatë. Nuk kam qef shumë bashkëpunëtor t'i ndroj, kam qef që ata bashkëpunëtor edhe ata modele, po dhe stafi mrenshëm, po ashtu edhe pjesa teknike punojna shumë gjatë. Kjo është shkaku i korrektësisë në punë të njëri tjetri, edhe besoj që kur ka korrektësi, punë të mirëfillt ka dhe sukses. Arsyeja pse u ndala te kjo pjesa e modelizmit, me qenë se lart e poshtë, qarkullojmë fjalë nga më të ndryshmet realisht, më thonë jo keq përdoren, jo s'janë korrekt, jo s'ka pagesa, ndoshta edhe shumë të rinj, të reja që janë pranë ekranit televiziv në këto momente, ndoshta e kanë atë dëshirën që me pa vetën me një pistë mode duke ecun, po ndoshta këto fjalë sa do pak e ndalin ose prindërit hezitojnë. Për këtë arsye dashta me u ndalë të kjo pjesë. Modelja, shpesh herë kanë edhe jam kritiku për të tregoj drejtën, do të me pas parasysh që është një kukull e cila nuk keq përdoret. Po kur flas kukull, flas që veshja nuk e bën personin, modelin ose modelin më të bukur apo më të keq. Veshja është ajo që dizajnerja e mendon apo pjesëmarrësi e mendon që është për ta e mirë edhe është për më ekspozu, për ndryshe modele edhe modelja paguhen për me qenë pjesë edhe me shfaq sa ma bukur atë veshje. Unë shpesh herë janë ato limitet të cilat duhet me ditë edhe sa duhet me qenë edhe ekstravaganca në nivelin që me dalë sa ma mirë. Po mosha e prindve, me moshën tash 18 dhe 22-23 vjeçareve, dallon shumë. Veshjet të cilat prind tanë nështë i kam pas, për neve është demode. Veshjet tona të cilat na i kemi për momentin, për prind tanë është ekstrem e zhveshën. Edhe pse po sillet moda në aspektin. Po të flasë në aspektin e dukjes. Tani, veshja nuk të bën as më të ndershme, as më të pëndershme. Është karakteri yt i cili është i formum prej që aty në prindve të cilët lejojnë apo nuk të lejojnë, për ndryshe veshja në punën tonë është e dizajnerit. Normal që disa pjesë duhet me qenë të mbulume, sepse aty kalon mas njëna në pjesë ekstreme, po për disa ekstravaganca është e teprume, për disa është e pa teprume. Tash, këto fjalë të cilat i thojnë, ka prind që nuk dëshirojnë, nështë fëmijët e tyre mi pa të suksesshëm. Po gjatë që është e gabueshme, edhe nuk që fjallë gjithmonë ka me qarkullu. Momentin që flitet është diçka shumë e mirë për ty, sepse po folim për ty. Momentin që nuk folim për ty, dije që nuk je ka bën asnjë lloj të punës. Sot edhe unë shkaku i këtyre sukseseve që i kam, besoj që krejt i kemi të mirë dhe flasin gjithmonë mirë për secilin prej neve. Na i kemi 5 gishta në dorë, asnjëri njëjtë nuk e kena, pastaj edhe mendimet dallojnë. Po thjesht nuk bën me lëndu askon, edhe po shpresoj që askon s'kena me lëndu, me fillim i tregojna që këto janë rregullore tona, i pranojnë, munden me vazhdu. Nuk i pranojnë, s'kan nevojë me vazhdu, thjesht na jemi të hapur për gjithë. Cilat janë kushtet për shembull që i kërkoni ose kushtet që duhet me i pas një vajzë ose një djalë për me u bë model në Kosovë? Bukurin, trupin, edhe menqunin, se duhet me qenë edhe menqunia e cila është pjesë e këtyne dy palve. Po gjatësia? Gjatësia, lunë, tash në kompanin tonë ndallojnë modelet, fotomodelet. Modelet duhet me qenë 1,70 e lartë. Ka plot prej vajzave që munden me ardhë shumë
shkurta, po ato nuk janë për modele të pistave të modës. Ato janë fotomodele të cilat janë të parapame vetëm për fotografi. Te modelet kërkohet, për shembull, tjetë gjatësia, trupi mirë, nështë në pamjen, nuk ka nevoj shumë e qenë, po ka nevoj me pas atë vetbesimin në skenë, kur momentin që del në skenë, është një fjallë popullu e qanë skenën. Hecë shumë bukur edhe e merë komplet vëmendjen mrenda skenës. Mundet mos me pas bukurin ftyrë as pak. Po hecja e sajna, paraqitja e sajna, veshin që është din me ekspozu, ato është diçka, është dhënë ti prej Zotit që ja jep. Dhe më për vitin tjetër u kësha e gaci vëqë pak do kilogrami. Edhe vetbesimi. Vetbesimi nuk mungën. Kështu që ajo për modele kjo është. Te fotomodelja vim poza me dit para kamermanit të cilin ka fotomodele të cilat mi pa live thu, po është do të është kjo e fotografisë, që dit për shembull, po në fotografi kur del është fenomenale. Te misi nuk ka nevoj për shembull gjatësi me pas, ka nevoj busqeshën, ftyrën edhe për masa trupore. Po jo dhe për masa trupore, gjithmonë kur flasim, e dina që është 90-60-90 perfektja. Nuk për lypim perfektët. Po ka njerë kur pisha jëm modele, edhe jëm mesa, po jëm diçka, e belin e ka 73-4, aty pakës jëm strikt në këto parlojgjanash. Se për ashtu vetë kësha dollë model. Këto kështë të thonë. Okej. Qëre, nuk është veç një fotografi apo dalë bukur edhe apo marrë lajka, se tash edhe këto influenceret, për jo të regoj drejtën, më kanë kritiku para një 8 mujve, se kom qitë tash influencere me 100.000 followersa, 15 lajka. Personalisht, veç mos im shef një lajkat. Leni hapën lajkat edhe mas nena të këshyrim për një me ajën që ato që ka i kërkojna. Nuk mund është me qenë influencere, nuk mund është me qenë me sene fake. Qysh është për shembull të ki pas një rrugtim për me dalë deri këtu të skena, për me qenë. Nuk mundet më kom prej shpis edhe me thonë jëm influencere e jëm e profesionalizume, jo. Do në mi kalu disa filtere, disa gjana për me mri dhe të suksesi. Mu mësu begë shumë. Mu mësu shumë, mi kalu do farteste për me mri që të të suksesi. Problemi është që mës të marim të shkojna me rrugë drejta, edhe puna pagesës, po është që përmende, pagesat jënë mbi normalën për njerëz profesional. Edhe që punojnë. Sa mundet për shembull një model ose modele, se do më thonë po flasim për të dy gjini gjithmonë, me pas një pagesë për shembull për një pasarel, do më thonë po flasim për ata që janë profesionist. Për afërsisht po e flasim. Në gjëmë, këtu ka tashti eksperienca, asë njëna prej modeleve nuk paguhet njëjtë. Po është, mos tëmë, dy fishi mesatarës të punës ditës të cilën e kanë. Më thonë me një farëfon, ja dalin. Ja dalin edhe ja vlen për me qenë. Nuk po guxojna me folë shifra, se mas të nga më gjuhën e pse mus mi kjep ka që kësajna ka që, po për ndryshe, është mbi dy fishi i mesatarës rrogës. Okej, do më thonë dalot, është cila... Shumë është normale. A dalon edhe kjo pjesa për shembull cila modele e hap, ose cila e mbyll, apo nuk ka rëndësia? Jo, aty në mrena organizimit tonë jo. Dizajnerja në bazë të koleksioneve e përcakton që kjo fustan është i pari, kjo fustan, po flasim gjithmonë për fustana se Kosova është e njofton për fustana solem. Edhe mu vjen shumë mirë që jam njëri ndër iniciatorët, njëri ndër njerëz të cilë kompru nështa edhe krejt komplet botën. Për ndryshe, mrena Prishtina Fashion Night-it d'vjen Shqipëria, d'vjen Malizi, d'vjen Macedonia, d'vjen Bulgaria, d'vjen Turqia. Dhe me thonë, na po bina persona të cilët janë pjesë e fashionit. Po, du me cekë edhe një diçka, asë njëherë nuk e kena përkrajën e shtetit.
Po, nuk Për është... këtë arsye edhe kemi, unë thash edhe më herët ndoshta që kemi shumë pak organizime të tilla, e që duhet kemi shumë më shpesh sepse kemi talent gjithandej si në aspektin e dizajnerëve të ndryshëm, por edhe të rinjeve që e sfidojnë vetën edhe shohin në pasarelat modës. Po duhet edhe një pyetje për të rinjit, me qenë se ditëve të fundit, domethënë pjesa e estetikës, butoksi, filerat, do më thonë janë, më stem super hit, shojmë shumë, do më thonë, që po bëhen edhe, a duhet me pas, a nuk duhet me pas një model ose modele në këtë rast? Dhe gjëmë, ato janë të pranushme, derisa nuk janë ekstreme. Tashti, nëse flasim për ne kush mundet me pas edhe rrudha, dikush e ka kompleks hunën, veshin, këto janë estetik e cila i ndihmon në bukurinë e sajna. Po jo ndoshta me jo diçka ma, jo deformim. Problemi kryesor po janë mollzat edhe buzët të cilët ato janë shumë të bukura, po disa po din edhe mi deformu. Po du pak me të pyete kjo pjesa. Zakonisht spektaklin e shohim, do më thënë, për para i shohim modelet, i shohim koleksionet, i shohim gjithë shka. Po e lufta, ma e madhe është mrapa perdeve. Atje ndodhë, do më thonë, gjithë shka, se është në 100 sekundit du gjithë shka me u bogati. Kom një ekip shumë vjeqare. Kom një ekip të cilën me sy koordinohemi edhe i shohim gabimet e njëni tjetërit në qëfë se ka gabime, se gabimet të leta mundet me pas gjithmonë mrena ekipës. Po gjatë që më kuptojnë me sy se ku janë gabimet edhe çka janë. Jam shumë falemnderues që ndërto është edhe gruaja që mirët me organizimin, edhe që tash e kemi një bebush, e kemi një djalë që 5 muaj, pakës ka do tërhekje, po personalisht prapë e kom edhe falemderoj shumë që e kom gjithmonë krah vetës për gjithë shka. Ekipën të cilën e kom për sosën edhe mbrapa shkon gjithë shka shumë letë edhe kom shumë falemderime për ndihmën edhe pjesëmarrësve që ja bojmë lidhën me kur e kanë renditjen, qysh e kanë renditjen edhe gjithë shka është në Me qenë se përmende bebushin. Po. Do bu me tha po një pyetje të kjo pjesa. Kështë pas qef me pa në pasarel apo mrapa skenës? Më thonë e dëshira dhe pësë është. Ende për 5 muaj po flasim, po flasim kur të rritet. Në dyjat. Po thamë dyjat të dyjat. Nështë ta mundet me fillu me pasarel. Une e kom një përpara si familje, nështë ta e dini që rrjedhe për një familjes ku jemi marrë edhe përpara me organizime, jem djalli Ismet Karajës, i cili është drejtori i klubit basketbollit Prishtinës, ka qenë për 5 vite me radhë. Edhe për ndryshe kemi pas një restoran Monakon, të cilin ka qenë ndër restoranat më me famë në kohën e para luftës edhe mas luftës. Kur kom fillu me punu personalisht tonë, spari vitin e parë më ka shtinë në për çdo pikë të restoranit, me qenë vetë mi prek prej afër gjitha gjanat, kuzhinier, shankist, punëtor për me pastru, gjitha pikat e restoranit i kom furnizimet, gjitha gjanat. Kër e kom përfundu, si një loj, mos të tëmë që kursër, se ajo është edhe ma shumë se kursë, shkolle, gjitha gjanat, mas një vite mu ka ndërzu edhe mu qelsat për me qenë bashk pronar me babën tim. Për ndryshe, pret një farloj testi, të cilat gjitha pikat do të mi provu, për me mri që aty mas ne me qenë menaxhues i mirë, sepse është shumë letë për me i bërtit një punëtori, është shumë letë me kritiku një punëtori, në qëse nuk i kalu vetë në për qatë pikën, ti personalisht mi prek prej afër gjitha gjanat. Momentin që i prek prej afër gjitha gjanat, atëhere e ki shumë ma letë komunikimin se mund është edhe me direktu, se qysh ka mujt me bo personalisht personi. Blëdin, kur kemi anis me organizu, dhe më thënë, për vitin e ardhshëm? Ose nështë edhe këtë veti kemi edhe 3 organizimet të tjera për qendra tregtare, i kemi personalisht edhe për këto tonat, pretendoj me organizu edhe Miss Earth
2025, e kemi marrë licencën, ta është i vetëm po presim me majtë edhe organizimin. Besoj që gjithë shka ka me shku me rregull, gjithë shka ka me qenë mirë. Kur do t'jetë apo do të fillojnë organizimet të gjitha ato vajza që dëshirojnë t'jenë pjesë, t'ja bëjmë një thirrje në këto qasje? Po, mrena 2 jave munden lirisht të naftojnë edhe të shohim se kush do të na përfaqësoj Kosovën këtë vit. E kemi që 2 vite organizimin. E kemi shumë probleme zgjedh më të mirën, se definitivisht i kemi vajzat më të bukurat. Shumë i kemi të bukurat. Është shumë probleme zgjedh, po urojmë që ajo që të na përfaqësoj, të na përfaqësoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Po shpresoj edhe unë që ka me qenë diçka e mirë. Unë ju falenderoj shumë për emision që gjithmonë gjeni një hapësinë për fashion, edhe gjithmonë jeni edhe si televizion, gjithmonë afër organizimeve tona. Po shpresoj që gjithmonë kemi pas bashkëpunime të mira, se nuk kemi vetëm me Prishtina Fashion Night edhe me Radio Televizionin Nistrani, po kemi edhe projekte, po vitit të ri, edhe shumë gjana të tjera. Kështu që po shpresoj që gjithmonë ka me na hecë mirë, mbar, edhe me pas gjithmonë veç suksese. Lutem, faleminderit shumë, suksese dhe shihemi për Miss Earth. Faleminderit shumë, Kranit.